Panairi parë i librit, edicioni parë organizuar nga Biblioteka e Qytetit Mehmet Jusufi, si dhe nga Bashkia e Preshevës, institucione të kulturës dhe arsimit të kësaj zone në bashkëpunim me shtëpinë botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Panairi u vizitua edhe nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, ambasadori i Shqipërisë në Serbi, përfaqësues të pushtetit vendor në Preshev, si dhe personalitete të njohura të politikës dhe letrave shqiptare. Panairi u shoqërua me një kalendar të pasur aktivitetesh. Spektakli artistik Shën Tereza, Shqiptarja e gjithë botës, u mbajt për herë të parë në Preshev në edicionin e tij të 4. Ky aktivitet i veçantë kulturor u zhvillua në ambientet e Shtëpisë së Kulturës Abdullah Krashnica. Spektakli Shën Tereza, Shqiptarja e gjithë botës, është një homazh i fuqishëm për figurën e Nën Terezës, e cila vazhdon të frymëzojë brezat të tërë shqiptarësh dhe më gjerë. Ai ndërthur elemente të muzikës, poezisë dhe interpretimit skenik, duke sjellë emocione të forta dhe mesazhe të thella humanizmi. Panairi të parë të librit Shqip Presheva Flet ishin të pranishëm kryetar bashkish nga Republika e Shqipërisë, si dhe kryetar komunash nga Maqedonia e Veriut, bashkë me deputet e përfaqësues të institucioneve të shumta. Në komunën e Preshevës u takuan kryetar të bashkive dhe autoritete dhe politikanë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, që u pritën nga kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, e cila rezervoi një pritje të veçantë për kryetarët e Bashkisë së Shqipërisë. Është kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që sot në komunën e Preshevës të mirëpres një numër të madh të kryetarëve të Bashkisë, të bashkive prej Veriut deri në jug, po ashtu nga Maqedonia e Veriut. Do presim edhe nga Republika e Kosovës, pritë më parë dhe Ministrin e Ekonomisë dhe Kulturës, zotrin Blendi Gonxha. Do presim edhe zëvendësministrën Liza Gashin nga Republika e Kosovës. Është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që për të promovuar, për të hapur panairin e librit shqip për herë të parë në komunën e Preshevës, financuar nga shteti shqiptar. Ka qenë, siç ju njoftova më herët, ka qenë një iniciativë e vitit 2021 për krahur po atëherë nga shteti shqiptar, por që pas shkarkimit tim nuk arritëm ta realizojmë. Këtë vit u jetësua dhe urojmë që të bëhet tradicionale. Faleminderit shtetit shqiptar, Ministrisë Punëve të Jashtme dhe ambasadorit Vardul Canaj për gjithë këtë angazhim rreth organizimit të panairit. Por sonte dhe kemi spektaklin e Shën Terezës, Shqiptarje të gjithë botës. Nën Tereza me humanizmin e saj ka bashkuar, ishte shqiptarja e gjithë botës, këtu në Lugin të Preshevës. Një iniciativë e marrë që në vitin 2021 Sinani ka falenderuar shtetin shqiptar për organizimin e panairit dhe aktiviteti që bëri Bashkia e Luginës së Preshevës.